komisioneve janë të përbërë me 7 antarë, 18% me 6 antarë, 29% me 5 antarë dhe 19% me 4 antarë. Vetëm në 3 qendra votimi, në hapje të procesit të votimit, kishte mungesë të quorumit, pra kishin 3 antarë, por në komunikimet që patëm me përfaqësues të partive politike, edhe në ato 3 qendra votimi u mundsua pasja e quorumit dhe ka filluar procesi i votimit. Deri në momentin që ne po flasim, nuk janë raportuar problematika në lidhje me fillimin të tjera, me fillimin e procesit të votimit në këto 5 bashki. Nuk kemi asnjë problem të raportuar në lidhje me përdorimin e pajisjeve elektronike të identifikimit të zgjedhësve. Janë 100% e qendrave votimit me operator, janë paraqitur në detyrë operatorët e pajisjeve të identifikimit elektronik të votuesve. Identifikimi po kryhet në 100% e qendrave votimit nëpërmjet këtyre pajisjeve. Për shkak të mungesës së mbulimit me rrjet GSM, pra të telefonisë mobile, nuk kemi transmetim në kohë reale nga 18 qendra votimi, por ndërkohë në mënyrë alternative jemi duke marrë informacionin edhe nga këto qendra votimi. Por atë çfarë ndoshta vlen të theksohet është që nuk kemi patur asnjë problem me përdorimin e pajisjeve PEI, të paktën deri tani. Për sa i përket pjesëmarrjes, deri në momentin që jemi duke folur, është 2.42% pjesëmarrja në total në të gjitha bashkitë. 1.49% në bashkinë e Vlorës, 2.57% pjesëmarrje në bashkinë e Beratit, 3.36% pjesëmarrje në bashkinë e Cerrikut, 6% pjesëmarrje në bashkinë e Matit dhe 4.73% pjesëmarrja në bashkinë e Tepelenës. Në këto zgjedhje, duke bërë disa përmirësime në procesin e transmetimit të dhënave nëpërmjet pajisjeve elektronike të identifikimit, kemi mundësi që në kohë reale të marrim informacion edhe mbi përqindjen e pjesëmarrjes për çdo bashki sipas grup moshave.